Sipërmarrësia shqiptare fituese e Restaurant Guru Award 2026 në zemër të Antwerpen, biznesi Tepeka i themeluar nga Shpresa Jusufi është një pikë e dashur për klientët dhe tashmë është vlerësuar me çmimin në Restaurant Guru Award 2026 e vendosur në St. Jacobs Mart, në Bjordersak, fast food hub, rreth një vit më parë dhe nuk ka pasur një rrugë të lehtë për shkak të punimeve në zonë që ndikuan në biznes. Shpresa arriti ta mbajë gjallë ëndrrën e saj dhe zhvilloi atë me sukses, sipas Gazet van Antwerpen. Sot Tepeca njihet si një perle e fshehur në qendër qytetit, ku çdo ditë përgatiten sanduiçe të freskët dhe përbërës cilësor me çmime të përballueshme. Por ajo që bën këtë vend vërtet unik nuk është vetëm ushqimi, është mikpritja. Shpresa kujdeset personalisht që çdo klient të ndihet se në shtëpi, një detaj që ka bërë që shumë student, punonjës dhe turistë zgjedhin Tepeca në vendin e tyre të preferuar për mëngjes dhe po drek. Tepeca duam që çdo klient largohet i kënaqur me buzëqeshje, është filozofia që udhëheq këtë biznes.